Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e 8 të podcastit Safe Comes, një podcast që realizohet në kuadër të projektit Shoqëria Civile në Veprim në përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit, i cili po zbatohet aktualisht nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark, me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Sot në fakt do diskutojmë për një temë shumë të rëndësishme, që prek konsumatorët, prek tregtarët, prek fermerët, apo prodhues të ndryshëm të produkteve ushqimore dhe produkteve të tjera. Produkteve me origjinë shtazore, sikurse janë sëmundjet pandemike dhe sëmundjet zoonotike, si ndikojnë tek kafshët, tek shëndeti i njerëzit, por dhe në sigurinë ushqimore. Kjo është një temë në fakt që shumë e diskutuar në nivelet akademike, por është e diskutuar dhe në nivelet teknike dhe ekspertësh të fushës. Por sot do të vim në një gjuhë tjetër, në një gjuhë më thjeshtë, për të mbërritur drejt për drejt tek konsumatori, tek qytetari i thjeshtë që mund të jetë në rolin e tij si fermer, si tregtar apo dhe vetë konsumator. Jam shumë e lumtur që kam të ftuar sot zonjën profesoreshën asociuar, doktorën e shkencave Tana Kika, që është njëkohësisht eksperte në shëndetin e kafshëve dhe në siguri ushqimore. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Dhe faleminderit për ftesën. Shumë kënaqësi. Në fakt, termat sëmundje pandemike dhe sëmundje zoonotike janë terma shumë të dëgjuar, por që për thënë të vërtetën qytetarët pak e dinë. Dhe shpesh herë, meqense lidhin termin sëmundje me shëndet, me siguri, ata shohin me njëherë këtë koncept me shëndetin tek njeriu. Mendoj që ta nisim këtë podcast, këtë seri sot, për të diskutuar tek baza, tek themeli, çfarë janë sëmundjet pandemike dhe çfarë janë sëmundjet zoonotike. Për së pari falenderoj Qendrën e Konsumatorit Shqiptar për ftesën, sikur se e thash, dhe për angazhimin që ka marrë në lidhje me ndërgjegjësimin e konsumatorit, informimin e duhur dhe adresimin e çështjeve në lidhje me sigurinë ushqimore. Sëmundjet pandemike dhe zoonotike, në fakt, jo gjithmonë janë i njëjti koncept, por jo gjithmonë janë dhe të ndara. Sepse sëmundjet pandemike në vetvete janë sëmundje të cilat galopojnë ose përhapen në mënyrë të rrëfeshme nga një rajon gjeografik në tjetrin, nga një shtet në tjetrin, nga një kontinent në tjetrin, pra janë sëmundje të përhapura globalisht, barbotërore në mënyrë të rrëfeshme dhe të menjëhershme. Jo çdo rast sëmundjeje në rang botëror, pra vlerësimet shëndetit të njeriut, është një sëmundje pandemike. Domosdoshmërisht që të konsiderohet një sëmundje pandemike duhet të jetë shkaktuar nga një agent infektiv. Pra nga një infeksion ose nga një bakter, nga një virus, kryesisht virus. Në dallim nga sëmundjet zoonotike, sëmundjet pandemike jo gjithmonë prekin njeriun. Pra, sëmundje pandemike të kafshëve jo gjithmonë kanë prekshmëri dhe të njeriut. Sëmundjet zoonotike janë sëmundjet që kalojnë nga njeriu te kafsha. Jo gjithmonë i kemi pandemike, por një pjesë e mirë e pandemive, mund të përmend gripin e shpendëve, konsiderohen si sëmundje zoonotike. Pra sëmundje që kalojnë nga kafsha tek njeriu. Sigurisht që kalimi nga kafsha tek njeriu, jo vetëm që cënon shëndetin e njeriut, por gjithashtu cënon dhe shëndetin e popullatës, sepse pas kalimit nga kafsha tek njeriu, ka disa faza të zhvillimit të pandemive dhe të zoonozave në vetvete, ku faza më kritike konsiderohet kalimi i sëmundjes nga njeriu tek njeriu më pas. Duke e bërë kështu ciklin ose valën e pandemisë edhe më të madhe. Në fakt, ju përdorët një shprehje që këto lloj sëmundjesh kanë një lëvizshmëri galopante, që do thotë që qarkullojnë, pra risku për të lëvizur, le të themi ju e thatë, për të përhapur është shumë i madh nga kontinenti në kontinent, nga shteti në shtet dhe brenda. Dhe në fakt, nga studimet që qendra ka realizuar, por dhe nga aktivitetet që ne kemi pasur, trajnime, takime në terren, vëmë re në fakt që në tërësi, përveç se konsumatori ka një nivel të ulët të informacionit për sigurinë ushqimore, kur dëgjon këto terma, sëmundje pandemike, zoonotike, realisht alertohet ose ka panikun, nuk e di nëse duhet të jenë fjalët e dura, por vërtet shqetësohet. Dhe ju e përmendet deri diku, por unë sërish dua t'i rikthem të njëjtës pyetje që ju e trajtuat.
disa nga një kategori e caktuar këtyre sëmundjeve kalonte nga kafsha tek njeriu. Është e nevojshme mendoj që ta ritheksojmë se cilat janë këto kategori dhe a janë të rrezikshme këto lloj sëmundjesh edhe për sigurinë ushqimore. Mendoj ta rikthejmë zonja Kika sepse problematika është që realisht këto dy terma i njohin ekspertët e fushës ndërsa konsumatorët e thjesht pra nuk është që i hasin kaq shpesh ose dhe kronikat në lajme apo në media nuk shkojnë drejt për drejt në një gjuhë shumë thjesht tek qytetari. Po, keni të drejtë. Jo të gjitha zonozat, duhet të them, janë të transmetueshme tek njeriu nëpërmjet sigurisë ushqimore. Pra zonozat do kuptojmë sëmundjet, lloj sëmundjesh që vijnë nga kafsha tek njeriu. Mënyra se si infektohet njeriu mund të jetë nëpërmjet kontaktit me kafshët e sëmura, sekrecionet e tyre, jo gjithmonë nëpërmjet konsumimit të produkteve me origjinë nga këto kafshë. Pasi marrim influencën aviare, sëmundjen e influencës aviare ose gripit shpendëve, e cila përhapet nëpërmjet shpendëve të egër, ka disa rrugë vektoriale të përhapjes dhe rrjedhimisht mbrin tek shpendët e një obori familjar, shpendët smuren dhe vetë pronari i këtyre shpendëve apo veterineri nëpërmjet mospajisjes me mjetet e duhura, me parambrojtëse, me spërklat, me lezionet ndoshta manipulimit me shpendët e smur, mund të marrë kontakt me virusin. Ndërsa përsa i takon produkteve me origjinë nga shpendët, themi mishi dhe vezët, është e vështirë që shpendi të prodhoj vezë në momentin që se më përpara ngort se sa arrin të prodhoj vezë, po kështu dhe ky shpend nuk mbërrin në thertore, por dhe sikur virusi ortomiksovirusi i cili është shkaktar i influencës aviare nuk mbijeton në temperatura më të larta se 75 gradë, pra bas trajtimit termik të duhur në mjediset e kuzhinës familjare. Që thotë duhet i ziejmë. Patjetër, duhet i sepse në 75 gradë o zjerje o pjekje, por megjithatë të paktën nga informacioni që kam, nuk jam ekspert e kësaj fushë, që duhet ta trajtojmë termikisht në temperatura të duhura dhe ndryshe do të ishte nëse ne flasim për salmonellozën, e cila është një sëmundje e cila vjen nga produktet, nuk është sëmundje pandemike, pra nuk përhapet nga një kontinent në tjetrin, ka mekanizma të kontrollit dhe shërënjosjes së saj, por ndërkohë nga ana tjetër paraqet rrezik në siguri ushqimore, sepse produktet me origjinë nga shpendët kanë prezencë të specieve të caktuara të gjinisë salmonella, jo të gjithë salmonellat janë njësoj infektive për njeriu, pra kemi një kategori që janë vetëm për shpendët dhe një kategori që prekin dhe konsumatorin. Mbërrin tek konsumatori nëpërmjet produkteve me origjinë nga shpendët, siç është mishi dhe veza, dhe pavarësisht trajtimit termik adekuat, shpesh herë nuk arrim do ta eliminojmë rrezikun e infeksionit, po kështu dhe të efektit toksigjenik që këto kanë, sepse kanë prezencë të disa toksinave, të cilat i durojnë temperaturat e larta, i mbijetojnë temperaturave të larta, duke bërë që më pas të kemi situata të sëmundjeve gastrointestinale tek njeriu. Që do të thotë risku është shumë i madh për njeriu apo është një risk minimalist, le të themi? Varet nga gjendja. Risku varet shumë nga gjendja imunitare e njeriut, varet shumë nga virulenca ose agresiviteti, patogjeniteti i këtyre shtameve salmonella që ne kemi, varet shumë nga doza, gjithashtu e bakterit. Pra janë njësër situatës që mund të kontribuojnë, por sigurisht që qëllimi është që të parandalohet aksesi ose mbritja te konsumatori i këtyre produkteve. Pra, kur themi sëmundje zoonotike, jo të gjitha janë të kategorizuara në siguri ushqimore. Ka disa prej tyre që janë, nuk mund të them zoonoza mjedisore, por vinë pikërisht si pasojë e afeksionit apo kontaktit të njeriut me to kafshë ose shpend. Për shembull, një rast konkret është klamidioza, e cila është prezente në shpendët e egër, është prezente në pëllumba, të cilët janë prezente në parqet urbane dhe rrjedhimisht kontakti me këta pëllumba shpeshherë mund të cënoj rrezikun mund të cënoj shëndetin e njeriut. Pikërisht si pasojë e sekrecioneve që individët, shpendët, pëllumbët e sëmur kanë dhe rrjedhimisht mund të sëmuret njeriu.
Po kështu mund të ketë zonoza tjera që mbrin si pasojë e prishjes së barierave lëkurore, për shembull manipulimin thertore, me erisipelozën ose fruthin e shpendve, mund të jetë rrezik për personelin e thertores apo për vetë konsumatorin gjatë manipulimit të karkasës ose mishit të shpendve, produktit të shpendve. Tani më lind një pyetje tjetër, sepse gjithmonë në këto podcaste unë pavarësisht se kam një skript, praktikisht duke dëgjuar ekspertin dalin pyetje tjera. Por ndërkohë nëse këta persona infektohen me këto sëmundje, si është risku për familjarët? Apo situata është e ndryshme dhe këtu? Jo, nuk besoj. Domethënë kalon nga njeriu tek njeriu. Ka një kategori zonozash që janë virusët dhe ka një kategori zonozash që janë bakterjet. Okej. Apo dhe parazitozat e tjera. Në rastin e klamidiozës nuk është se kemi një rrezik për familjarët, por në rastin e salmonelave ose salmonelozave kemi një risk edhe për familjarët ose për shkak të konsumit përbashkët, më shumë. Për shkak të konsumit përbashkët, kontaminimit të sipërfaqeve të kuzhinës, por dhe kontaktit, sepse unë thash që zhvillohen sëmundje gastrointestinale dhe rrjedhimisht përdorimi i mjediseve të përbashkëta, higjiena e mangët shpeshherë mund të bëjë që të kemi dhe një cross kontaminim, e quajmë ne, ose një përparim të infeksionit edhe në familje apo dhe mëtej në qendrat e punës. Pavarësisht se ne përpiqemi në familje kemi higjenë maksimale, sido që të jetë, duke qenë që jemi brenda familjes, domethënë ndonjëherë dhe e anashkalojmë, kështu që prandaj është risku më i madh. Kemi dëgjuar vitet e fundit për shumë sëmundje që prekin derrat, shpendët dhe baktitë e imta. Ju e përmendet pak a shumë. Pyetja është pse ndodhin përgjithsisht këto sëmundje? Dhe a janë këto të lidhura gjithashtu me ndryshimet klimatike, me lëvizjen e kafshëve, në mëtej do flasim pak për kontrollet institucionale. Po, është e drejtë, përhapja, sidomos valët e fundit të pandemive, mortaja ruminantëve të vegjël, Kë quajmë ruminantë të vegjël? Timtat janë dhëmbë dhe dhit, mortaja e ruminantëve të vegjël, dhëmbë dhe dhive, influenca aviare, mortaja afrikane e derit, kanë qenë 3 valë epidemike që kanë goditur edhe vendin tonë. Sigurisht që këto vinë si pasojë e ndryshimeve të biodiversitetit në rang global, lëvizjeve të shpeshta ose ekzistencës së vektorëve, për shembull influenca aviare apo mortaja afrikane e derit, mundsohet fort nëpërmjet shpendëve dhe derave të egër, përparimin në territore të ndryshme. Dhe rrjedhimisht shpendët e egër dhe derat e egër ka një mos kontroll dot të duhur, sikurse ndodh për kafshët të cilat ne i mbashtojmë qoftë në borret familjare, qoftë dhe në fermat apo stabilimentet. Sigurisht që ata e bëjnë që të transferohet infeksioni nga një zonë në tjetrën, duke përhapur në një shkallë globale më pas apo ndërkontinentale. Ideja është që përveç biodiversitetit ka dhe një ndryshueshmëri të herpasershme të vetë karakteristikave të shkaktarit të këtyre pandemive. Kemi një transformim, ne e quajmë në gjuhën teknike mutacion ose ndryshesa në lidhje me konformacionin e vetë virusve apo dhe bakterieve, por në këtë rast konkret flasim për virusët, duke bërë që ata të adaptohen ndaj situatave të reja dhe të mundsojnë përparimin e tyre nga një zonë në tjetrën apo nga një tuf në tjetrën. Duke bërë që të kemi një përhapje dhe valë të reja pandemike, sikurse ka ndodhur dhe në vendin tonë. Po në fakt kur konsumatori dëgjon këtë lajmin kaq të bujshëm, sepse këto gjithmonë dalin me këto sinjalistika, ndodhi kjo gjë, pra viruse të ndryshme apo mortaja e derave, që në fakt për qytetarët që nuk e njohin trëmben, si duhet të reagojnë? Domethënë duhet të panikosemi ose le të themi të dërgojmë dhe një mesazh, sepse kam shumë të rëndësishme dhe qasjen se si media shkon për dhënien e këtyre informacioneve, ku në raste të caktuara e tremb qytetarit. Si e gjykoni ju në gjykim në nivel eksperti, si duhet shkojmë tek konsumatori? Ideja është që nëse ne flasim për mortajen e dhëmbëve dhe dhive apo dhe për mortajen afrikane të derit, këto janë 2 sëmundje të cilat nuk janë zoonotike. Por sjellin dëme shumë të mëdha në ekonominë e vendit ose në ekonominë globale. E qartë. Duke sjell jo më tani probleme në sigurinë ushqimore, por në sigurimin e ushqimit. E qartë. Sikurse ishte dhe rasti i gripit shpendëve, për shembull, e cila është zoonoz patjetër, por eliminimi i numrit të madh të shpendëve solli një rritje të nevojës në treg për produktet e tyre, siç ishin vezët, mishi,
duke bërë që të mos kishim dot sasinë e duhur dhe duke rritur dhe çmimet. Pra e theksoj që varet nga aspekti ose karakteristika e sëmundjes pandemike për cilën bëhet njoftimi. Jo gjithmonë është zoonotike, pra jo gjithmonë duhet të panikosi ose të bëhet alert për konsumatorin, por nga ana tjetër njoftimet në media janë shumë të rëndësishme, sepse në rastin e murtares afrikane të terave, por në murtarën e timtave, dhëmbëve dhe dhive, sigurisht që duhet bëhet alert fermeri në mënyrë që tufat që ai ka, qoftë derave të butë, qoftë dhëmbëve dhe dhive, ti parandaloj ose të kryej, të adaptoj masat e duhura të biosigurisë për të mundësuar ose për të parandaluar përparimin e infeksionit nga jashtë brenda në fermën e tij. E qartë. Në fakt ju dolët në një çështje tjetër që ta diskutoj, që është pikërisht pjesa e parandalimit, sepse në fakt parandalimi është gjithmonë një masë e cila është më pak e kushtueshme ose le të themi nuk sjell këto pasojat. Ju i ndat këto dy kategori sëmundjesh, ata që ndikojnë në shëndetin e njerëzve, por një pjesë e mirë e tyre ndikojnë dhe në ekonominë e vendit dhe në ekonominë globale. Sa të gatshëm janë fermerët, tregtarët apo dhe institucionet shqiptare në rastin kur marrin njoftime, se besoj kemi një bashkëpunim të mirë dhe marrin dhe njoftime dhe alerte nga vendet e Bashkimit Evropian apo nga rrjetet të tjera për këtë raste, dhe a jemi në gjendje të mund ti parandalojmë, ndoshta jo plotësisht, po të paktën të kufizojmë, besoj, impaktin e këtyre sëmundjeve te kafshët, në shëndet apo dhe në produkte që janë në tregje. Shumë pyetje. Po, jo, s'ka problem fare, në kënaqësi, sepse mund të sqaroj dhe disa tabu që kanë qenë paktën në vendin tonë, në Shqipëri, deri në vitin 2022, ku për herë të parë shpërtheu influenca aviare në stabilimente intensive edhe u eliminua një numër i lartë i shpendëve. Po flasim rreth të pulave këtu? Po. E thonë në gjumë popullore. Pulave për vezë. Po. Ideja është që nuk është tabu shpërthimi, identifikimi i hershëm dhe në kohë i sëmundjeve pandemike ose sëmundjeve të ndryshme në kafshë. Dhe jo vetëm që nuk është tabu shfaqja e këtyre sëmundjeve, sepse këto shfaqen në mbar botën, për shkak të natyrës dhe për shkak të rolit vektorial të shpendëve të egër, derave të egër e kështu me radhë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është mënyra se si ne reagojmë ndaj identifikimit në kohë. Dhe këtu futet në lojë parandalimi. Parandalimi nis që me njoftimin në sistemin ADIS, sistemin e alertit të informacionit të sëmundjeve. Çfarë është ADIS, stacioni? Është një sistem elektronik për herë të parë. Në të cilin të gjithë shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve njoftojnë brenda 24 orëve pas shfaqjes së sëmundjeve të klasifikuara si të rrezikshme dhe me karakteristikë pandemike, pra me përhapje trufeshme, ndoshta jo të gjitha pandemike ose shkaktojnë pandemi, por kanë një përhapje trufeshme, janë sëmundje tepërngjitëse. Ka një një rrezikshmëri të shfaqjes së tyre, të përhapjes së tyre nga një shtet në tjetrin. Dhe rrjedhimisht Shqipëria është anëtare. Okej. Dhe rrjedhimisht dhe Shqipëria, mbas identifikimit të cilës do sëmundje të kategorisë së listës A të OIS, duhet të njoftojë brenda 24 orëve në sistemin ADIS, në mënyrë që të paktën shtetet fqinje apo dhe më tej të marrin masa për të bllokuar importin e kategorisë së kafshëve, specieve të kafshëve që është shfaqur kjo sëmundje, pra murtaja e dhëmbëve dhe dhive, Shqipëria njofton dhe rrjedhimisht gjithë shtetet anëtare të OIS nxjerrin urdhra bllokimi për importin e dhëmbëve dhe dhive nga Shqipëria apo dhe tranzitin e ngarkesave me dhëmbë dhe dhi nga nëpërmjet Shqipërisë, duke e konsideruar si një burim ose një përhapje infeksioni për në shtetet e tjera. Njëjtë bën dhe Shqipëria. Autoritetet ose institucionet publike, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, nxjerr brenda 24 orëve mbas monitorimit dhe të vazhdueshëm përditshëm të sistemit ADIS, mbas marrjes së njoftimit alert, menjëherë nxirret urdhri i bllokimit për importin e species, shpendëve, kafshëve dhe gjithashtu dhe tranzitin në ato zona. Tani përsa i takon parandalimit në rang vendi. Mbas identifikimit, përveç raportimit në sistemin e ADIS, mbas identifikimit të një infeksionit kategorisë A, të rrezikshëm, pra alert, sigurisht që gjëja e parë që institucionet publike, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, pra institucionet implementuese, ligjzbatuese,
vendos në karantinë fermën dhe gjithashtu hidhen zonat e mbrojtjes, që është një zonë që nga vatra e shpërthimit në rreze 3 kilometër përfshin të gjithë fshatrat ose oborret familjare që mund të kenë kafsh, stallat, po mjedisin, dhe gjithashtu është dhe zona e mbikëqyrjes që është një rreze 10 kilometra, në të cilën kryen aktivitete ditore, siç janë kontrolli, monitorimi, marrja e mostrave të mëtejshme për të parandaluar kështu në rraf përhapjen e infeksionit dhe nxirren urdhra që karantinojnë pikërisht të zonat dhe specifikojnë ndalimin e lëvizjes së kafshëve ose të shpendëve në varësi të sëmundjes. Fermerët njoftohen gjithashtu nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimbe për t'i bërë të qartë ekzistencën, identifikimin e një sëmundje, por gjithashtu dhe për t'i qartësuar në lidhje me rrezikshmërinë që paraqet kjo sëmundje për fermat e tyre, duke qenë për shkak të pozicionit apo dhe mëtej dhe jashtë nëpërmjet thirrjeve publike në mënyrë që të marrin masat që të mos përparojë infeksionin. Ndërsa në rastin kur kemi të bëjmë me sëmundje që cënojnë sigurinë ushqimore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit karantinon dhe produktin e prodhuar në varësi, mund të jetë vezë, mund të jetë mish, që shpendët të shkojnë thertore apo që kafshët të shkojnë në thertore, pra krijohet një karantinë. Dhe kjo duhet bëhet apo qumshin në rastin e brucellozës. Dhe kjo duhet bëhet në rast nuk është sëmundje pandemike, por është zoonotike. Po. Dhe kjo duhet bëhet në rast se sistemi gjurmëshmërisht funksionon më së miri. Sepse ka një shkëputje të sistemit, të paktën kështu e perceptojnë. Shiko, mund të perceptohet kështu, por në radhë parë njerë sistemi i gjurmëshmërisë nuk ka të bëjë mirëfilltasi me momentin që neve vendosim në frizë ose në ngrirje situatën për të kontrolluar ose parandaluar përhapjen e saj. Unë po flisja në lidhje me masat që merren aty për aty. Ndërsa gjurmëshmëria është një veprim përpara, që praktikisht është çfarë unë shpjegova, që ne vendosim në kontroll fermën dhe produktet e saj, pra nuk del më asgjë nga ferma. Pra këtu ishte ideja. Dhe nëse produkti ka dalë, një veprim pas, nëse produkti ka dalë, sigurisht që nëpërmjet sistemit të gjurmëshmërisë, faturave të shitjes, gjurmohet dhe kthehen pas në magazina apo në fermë për t'i asgjësuar ato më pas. Sepse varet shumë për çfarë flasim, po flasim në lidhje me shëndetin e kafshëve dhe parandalimin e përhapjes së infeksionit dhe parandalimin gjithashtu të prekjes së njeriut në rastin e shpendëve, se bëhen thirrje sepse nga 3 valët pandemike që ne kemi pasur ose smundjet pandemike që ne kemi pasur vitet e fundit, janë influenca aviare, murtaja e dhëmbëve dhe dhive dhe murtaja afrikane e derit. Unë thash që murtaja afrikane e derit dhe ajo e timtave nuk janë nuk janë sëmundje zoonotike, pra nuk e prekin njeriu. Kështu që rrjedhimisht po tek shpendët bëhet një kthim pas i produktit. Ndërsa në rastin e këtyre 2 sëmundjeve tjera, sigurisht që ne monitorojmë lëvizjen e kafshëve të buta, derave të butë, por dhe timtave që mos përhapet. Po. Dhe bëhen thirrje, sepse kisha në tjetër, por diskutimi sjell diskutimin. Në rastin e influencës aviare, për shembull, bëhen thirrje, mos prekni, mos manipuloni me shpendët, me shpendët e të gjithave kategorive, sepse ka pasur raste që kanë raportuar për pëllumba të ngordhur, pra dhe për shpend tegër, pelikan, pra bëhen këto thirrje publikut, qytetarëve apo dhe konsumatorit në lidhje me rrezikun që mund paraqesi kontakti, manipulimi, prekja ose kontakti i ngushtë, apo dhe ndërgjegjësimi që vërtet influenca aviare, sikur se thash në fillim, kategorizohet si një sëmundje zoonotike, por sigurisht që ata duhet kenë një siguri që nuk kemi të bëjmë me një sëmundje të sigurisë ushqimore mirëfilltasi, pra nuk merret nëpërmjet konsumit, nuk merret nëpërmjet ushqimit, merret më shumë nëpërmjet afinitetit ose kontaktit të ngushtë ose shpendit. Me shpendët konkretisht, pavarësisht se janë bërë shumë studime dhe kanë dalë shumë raste që influenca aviare prek tani më dhe specie të tjera të fermës lektorale ose bujësore, siç mund të jetë gjedhja apo dhe kafshët e shoqërimit.
Më lejoni që ne i bëjmë ndërhyrje, të me thënë për të kuptuar Patjetër. dhe vetë diferencën, ndoshta edhe vetë konsumatorin dhe për të bërë, për të sqaruar më në detaje gjëra që shpeshherë janë teknike dhe për cilët konsumatorët në fakt rrohen vetëm kur gjejnë konceptin e sigurisë ushqimore, ndërkohë që duhet të rriqin vëmendjen edhe për këto elemente të tjerë. Dhe si reagojnë? Dhe më thash edhe, sikur se ju tha, diskutimi ka çështje nga më të ndryshmet, por si reagojnë, dhe më thënë, fermerët? Pra, si njoftoni ju? A ofron, le të themi, nga informacioni që ju keni, a ka programe trajnimi, informimi, pra në rastin kur më njëherë institucioni publik ose njofton për alert, ose merr alertin, a ka struktura të cilët kanë kontakte me fermerët e zonës, kush janë subjektet që lejohet që të futen në këto zona të karantinuara, mund t'i quajmë, Karantinuara. ose të bllokuara, dhe në rastin për shembull kur ju thatë mund të ketë raste kur qytetarët mund të kenë parë pëllumba të ngordhur ose pelikan të ngordhur. Pra, ti dërgojmë dhe një mesazh se si duhet veprojnë dhe kush është rrjeti ose zinxhiri i përfshirë për edukim, trajnim, ndërgjegjësim, Po, le t'i vëmë një emër të tillë. po, është e drejtë, është e drejtë. Në fakt, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, në këtë rast, Mhm. që po flasim për shëndet kafshësh, por dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, në rast se kemi të bëjmë me çështje të sigurisë ushqimore, në faqet e tyre zyrtare apo në rrjetet sociale sigurisht që bëjnë thirrje të herpashershme për fermerët. Po kështu, ë ka një veteriner për një ose dy njësi administrative. Në rang territorie janë 303 veterinerë shërbimi i quajmë ne, të cilët asistojnë pas çdo thirrjeje që fermerët mund kenë, apo dhe për informimin e fermerëve në këto dy zonat që unë thashë të karantinuara. Qoftë zonën e mbrojtjes 3 kilometra, qoftë në zonën e mbikëqyrjes që është 10 këtë në fakt kilometra. po i Dhe shkojnë referosh. derë më derë dhe bëjnë një inventarizim të fermave, pra të gjendjes faktike. Të Qartë. gjendjes faktike. Përditësim mund të them, sepse inventari ekziston, është inventari në sistemin RUDA, por bëjnë një përditësim të gjendjes duke pyetur gjithashtu nëse kanë evidentuar ngordhje qoftë e fqinji, qoftë Apo në dhe fermën shenja. e tij apo shenja duke monitoruar, por edhe duke ndërgjegjësuar. Gjithashtu, është e rëndësishme të them që ka një numër të gjelbër pa pagesë në Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, ashtu sikurse edhe në AKU, në të cilin në rast se, sikurse thatë, evidentohet një pëllumb apo shihen pelikan të ngordhur apo vetë fermeri ka ngordhje, mund të marrë në telefon në rast se nuk është kontaktuar Para për shkak të prakish ose nuk kohës, ka një dyshim. do të thënë nga fermeri i shërbimit, ose ka dyshim, patjetër që mund të telefonojë dhe menjëherë trupat e shërbimit veterinar zbresin dhe shkojnë në zonë për të verifikuar, për të marrë mostra dhe për të çuar në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë për të bërë diagnozën dhe për të identifikuar në mënyrë të hershme dhe për të parandaluar përhapjen e mëtejshme. Pra këto subjekte nuk duhet i prekin kafshët. Mirë Po, është. mirë është që menjëherë të kontaktojnë me shërbimin veterinar shtetëror. Dhe janë Në këta të mënyrë që cilët të marrin, identifikohet shkaku, po, mund të jenë këta që marrin në telefon në numrat e gjelbër, sikurse është rasti i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit ku qytetarët në rast të dyshimeve apo denoncojnë në numrin e gjelbër, në këtë rast kemi të bëjmë me fermerët, cilët kur kanë dyshime për shëndetin e kafshëve në fermën e tyre, duhet i adresohen menjëherë numrit të gjelbër 3366 0800 më fal 3366 të Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve për të pasur mundësi të mbritjes së trupës veterinare. Ky mund të jetë rasti paraprak, por sikurse thash, kur zona vendoset në karantinë, zona mbrojtjes dhe zona e mbikëqyrjes, aty shkojnë shërbim veterinar me i shtuar me grupe, pra me grupe të shtuara, me personel të shtuar, me staf të shtuar, në mënyrë që të kemë të kryen në kohë sa më të shkurtër pikërisht këtë përditësimin e verifikimin dhe ndërgjegjësimin e fermerëve. e qartë. Por në raste kështu, tani po më vjen ndërmend, situata rastësore, le të themi, shohim që ngordh një kafshë ose mund të jenë dhe ngordhje normale këto apo sërish duhet të njoftojmë, apo kur ka dyshime ose kur është ku diun një periudhë një stine caktuar e vitit, apo ka një dyshim, pra çdo një njoftim nga vendet të fqinje. Pra, le të themi, në rast se është një fermer që ka një fermë të vogël dhe ka 10 pula, 2 pula i ngordhin. Kjo do të konsiderohet ngordhje rastësore, ndoshta është shumë pyetje naive. Jo, Ja, nuk por është naive, sepse unë madje është shumë e mirë si pyetje, sepse unë e lidh me atë që ju thatë, që mirë është që mediat të jenë të mirë informuara, dhe menjëherë mbas identifikimit të një rasti të tillë, autoritetet, institucionet publike bëjnë njoftimin për shtyp. Pra, njoftojnë mediat për praninë e këtij virusi ose infeksionit të rrezikshëm në Shqipëri.
Pra jo vetëm njoftojnë në sistemin ADIS, të Organizatës Botërore të Shëndetit të Kafshëve, por njoftojnë dhe median publike, nëpërmjet njoftimeve zyrtare. Dhe patjetër që roli i medias është shumë i rëndësishëm gjithashtu, sepse dalja në emisione televizive, diskutimi i çështjes, sigurisht që ngordhjet e asaj periudhe, kur kjo çështje po trajtohet, ose qytetarët, konsumatorët, fermerët janë të njoftuar edhe nga media, jo vetëm nëpërmjet faqeve zyrtare ose rrjeteve sociale, veterinerëve, sigurisht që kjo e ndihmon shumë procesin që çdo rast i dyshimit, pra qoftë dhe i shkëputur nga rasti dhe i shkëputur, patjetër, po tani nuk flasim më thjesht ngordhën dy pula edhe palesi çfarë do jetë, por jemi në valën e një epidemie ose pandemie, sepse epidemia është për vendin tonë, jemi në një valë epidemike për vendin tonë, njoftimi nga mediat është bërë, patjetër është ngritur alerti, bëhen diskutime teknike dhe gjithashtu veterinerët shkojnë në zonë dhe rrjedhimisht fermerët patjetër që bëhen bashkëpunëtor për të raportuar rastin. Tepër më tepër, kur këto sëmundje janë, le të themi, të kompensueshme nga buxheti i shtetit. Pra çdo fermer në këtë rast duhet të njoftojë. Po, çdo fermer duhet të njoftojë patjetër, sepse është rrezik për fermën e tij. Mos njoftimi bën që fermeri edhe të penalizohet ndonjëherë, por po këtu është dhe rrezik për shëndetin e popullatës kafshëve në zonën e caktuar apo në rang vendi e mëtej. Në fakt kjo ka përcjell shumë pyetje që sa e cënueshme është siguria ushqimore, a ka rrezik që produktet hyjnë në zinxhirin ushqimor dhe si e kontrollojnë autoritetet, pothuajse i kemi ezauruar, po ezauruam dhe një pyetje tjetër se sa bashkëpunojnë fermerët me inspektorët veterinar. Për shembull, kjo është një element tjetër. Fermerët bashkëpunojnë me inspektorët veterinar, por jo gjithmonë. Kjo nuk vjen për shkak të mos dëshirës apo të mos eficiencës këtij zinxhiri, le të themi, komunikimi, por shpesh herë kjo mund të vijë për arsye nga më të ndryshmet. E para njëherë është e rëndësishme që fermerët të kuptojnë që pavarësisht se ndonjëherë nuk ka benefit në dëmshpërblime, quajmë ne, ose në kompensim të vlerës së kafshës, duhet kuptojnë që ka benefit në ruajtjen e shëndetit të tufës së tyre, sepse këto lloj smundjesh e marrin mbar tufën. Pra, fermeri një ditë të bukur mund të gjendet dhe pas një kafshë ose shpend në fermën e tij, oborin, stabilimentin e tij. Ndërkohë, pra që nëse njofton në kohë, mundet që smundja të lokalizohet, të kufizohet vetëm tek një pjesë e vogël, ndoshta ose tek ajo kafshë. Patjetër, duke mos u bërë kështu burimi për hapjes. E para, duke ruajtur shëndetin dhe numrin e tufës së tij, po edhe të sepse kjo është fermerëve smundje të tilla, vërtet unë e përmenda që mund mos jenë zoonotike, pra mund mos e prekin konsumatorin, mund të çojnë në problematika të rritjes së çmimit, në mungesës së produktit në treg për një farë kohe ose uljes së sasisë. Por nga ana tjetër ka edhe një efekt social tek fermerët, sepse shumë nga fermerët e vegjël, sidomos por ata të mëdhenj, stabilimentet, fermat kanë investuar dhe patjetër që ngordhja e kafshëve që ata mbashtojnë për qëllime financiare apo dhe për qëllime të ekonomisë familjare, sigurisht që lë një impakt shumë të madh dhe bashkëpunimi me veterinerin në këto raste është një ndihmë dhe në këtë aspekt, një mbështetje dhe në këtë aspekt se si ata mund të arrijnë më këmbë më pas fermën nëpërmjet dhe këtij bashkëpunimi ndoshta dhe jo vetëm ndërgjegjësimi që të eliminohet përhapja, por gjithashtu është i nevojshëm veterineri sepse ky veterineri i shërbimit ose shërbimi veterinar shtetëror asiston fermerin në fakt në një kategori të caktuar që ne i quajmë profilaksi veterinare. Janë smundje të caktuara për të cilat neve marrim, kontrollojmë të gjithë tufën bazë të gjedhit për mish, për tuberkulozë dhe eliminojmë krerët pozitiv dhe ja kompensojmë fermerit. Po kështu veterinerët ose shërbimi veterinar shtetëror kryen matrikullimin falas tek fermerët, kryen vaksinën për smundjen e bruçelozës apo plasjes në zonat ku ka falas. Pra, ose në fermat mëdha merr produkt qumshi dhe identifikon nëse ka bruçelozë. Gjithë ky qëllim i shërbimit veterinar apo institucioneve është që të ruaj sigurinë ushqimore konsumatorin. Po nga ana tjetër, to janë smundje të cilat prekin dhe vetë fermerin. Pra melitenca, fermerët e dinë sepse
bas kontakteve që kemi pasur me fermerët janë shumë të ndërgjegjshëm, për çështjet që mund të burrojnë si infeksionet sigurisë ushqimore nga ferma e tyre. Por sigurisht tash që nevoja ekonomike bën ndonjëherë që kenë dhe një tepje dhe të rreqe për të mos reaguar. Por vërtet që në rastin e smundjeve cilat njoftohen në media apo nga institucionet publike, ka njoftime zyrtare, ndërgjegjësim nga shërbimi veterinar, vërtet që duhet reaguar bashkarisht sepse kështu mund të parandalojmë jo vetëm përhapjen, por dhe persistencën, sepse nëse fermerët caktuar e fshehin dhe më pas ripopullojnë fermën e tyre, nuk kemi rrezik që sëmundja është i lartë që kemi recidiva ose rikthime ose për persistencë të infeksionit dhe përsëri dëm ekonomik. Tani që diskutojmë, ka ardhur në mend që para disa vitesh isha në Shqipërinë e Veriut, në një nga zonat në Shqipërinë e Veriut dhe si gjithmonë kur udhtojmë kërkojmë që të marrim dhe të konsumojmë produkte fshati, le të themi. Dhe zonja përkatëse e atij agroturizmit ose atij hotelit familjar, në fakt nuk na lejoj që të konsumonim qumësht për shkak sepse na tha që kafsha, lopa e saj trajtoj me antibiotik. Dhe realisht në historikun tim si qytetari, si konsumator, thjesht kjo ka një vlerë shumë të madhe. Sa ekziston rreziku që këto kafsh, këto gjë apo dhe produktet e tyre pasi të kenë ngordhur për shembull nga një nga llojet e smundjeve ose të jenë me viruse apo të jenë trajtuar me antibiotik të nxirren në treg dhe të konsumohen, përdoren nga konsumatorët. Shumë pyetje $1 milion. Jo, nuk është pyetje $1 milion. Por risku është. Por janë 3 pyetje. Dhe unë do t'i trajtoj si 3 pyetje për të qenë sa më e qartë. Po. E para njerë, një kafshë ngordhur nuk mund të përfundojë në treg, sepse në thertore kafsha zgjaksohet. Ne quajmë zgjaksim. E qartë. Pra rrjedh gjaku i trupit të kafshës jashtë, pikërisht në thertore. Nëse një kafshë ngordh përpara se neve të mbërri në thertore ose ta therim, se varet për çfarë specie kafshësh po flasim ose nëse është për konsum familjar apo për në treg, ajo nuk arrin të zgjaksohet. Dhe është e pamundur të konsumohet. Jo vetëm për hir të pamjes, por dhe procesi po e quajmë. Madje as mund të jepet kafshëve të tjera, për shembull kafshëve të shoqërimit. Pra, është e papreferueshme, qoftë për cilësitë organoleptike, për pamjen, por dhe nuk besoj se arrin ta konsumoj kush. E qartë. Për këtë jemi të qetë. Është e dukshme. Janë pyetje të konsumatorëve, besoj. Po sigurisht, patjetër që duhet jeni shumë të qetë. Dhe cilësia e nën produktit, nëse do mendojë ndonjëherë të shkonte, nuk do ishte sepse gjaku nuk do të jetë prezent. As në karkasat të cilat tregtohen, në dyqanet e mishit apo në mbas therrjes së tyre në thertore, apo as në produkte. Pyetja e dytë në lidhje me nëse kanë prezencë të virusit në produktet ose të bakterjeve, për shembull siç është rasti i brucellozës, në produktet me origjinë nga to, unë duhet të them dhe e ceka pak më përpara që shpendi përpara se të prodhoj vezën, godh. E njëjta gjë edhe me kafshët e tjera. Murtaja e timtave nuk është një zoonoz. Dhe kafsha nuk shkon dot në thertore sepse ngordh. Përveç kësaj vjet në karantinë. Po kështu është shumë e rëndësishme të dihet që për shkak të mos, domethënë, edhe ato vezë që thirren mbrapsht nga tregu, në rastin e influencës aviare, thirren më shumë për shkak të mos përhapjes, sepse influenca aviare mund të përhapet dhe me anë të vezëve, por në këtë rast flasim për kontaktin, dhe kemi një përparim në mjedise ndryshme, zona gjeografike, sepse ferma e prodhimit vezëve mund të jetë këtu, por mund të shesim në qarqe ndryshme të Shqipërisë. Kështu që thirrja mbrapsht, sikurse thash, sigurisht që ka në fokus konsumatorin, thash që vezët kthehen mbrapsht në fermë ose në magazinat e vetë stabilimentit ku janë grumbulluar. Pra nuk mund të shkojnë do kudo, sepse mund të jenë burim i përhapjes së infeksionit. Pyetja e tretë për mbetjet e substancave medikamentoze, cilat nuk janë vetëm antibiotikët, si rrezik e themi, mund trajtohet në disa aspekte. E para njerë
ne jemi vetë qytetarë. E para është bërë një fushat e madhe, një luftë mund të them, në lidhje me ndërgjegjësimin e fermerit për të trajtuar kafshët me antibiotik. Vetëm kur është e nevojshme, sepse dhe mund ta them sot sepse është shumë e rëndësishme që fermerët, por dhe qytetarët të dinë që jo gjithmonë antibiotiku vepron njësoj. Krijohet një farë rezistence, i quajmë ne, po më tepër është tolerancë ndaj produktit medikamentos veterinar, duke sjellë shpeshherë qedime ose mos efikasitet në terapinë veterinare që ne kryejmë. Kjo vjen si pasojë e përdorimit vazhdueshëm të klasave ndryshme të antibiotikëve dhe substancave antiparazitare. Kjo ndodh dhe për agent të tjerë infektiv. Megjithatë, duhet të them që nuk është se fermeri ka shumë qejf që trajtojë me antibiotikë, sepse kosto është për fermerin. Unë thash që fermerët kryesisht i kanë për qëllime ekonomike familjare ose qëllime ekonomike tregtare, ferma më të mëdha. Po sigurisht që zëri i trajtimeve veterinare është një kosto. Unë thash që ne vaksinojmë për brucelozën, për plasjen, ose ne eliminojmë kafshët pozitive me tuberkulozë ose me brucelozë, në mënyrë që kafshët vijojnë të jenë të shëndetshme, por nuk futen në kosto ose në trajtime. Dhe ideja është që shpesh herë vetë fermerët duhet të jenë pak më alertë, jo gjithmonë ka nevojë të trajtojnë kafshët e tyre. Jo gjithmonë ka nevojë të trajtojnë kafshët e tyre. Në rastin se ata i trajtojnë, duhet të respektohet e ashtu quajtura kohë e pezullimit. Pra, jo vetëm elementët e etiketës, kadenca apo përmbajtja e produktit mjekësor veterinar, por patjetër që duhet parë koha e pezullimit. Të mos konsumohet as nga vetë fermeri, se kjo është shumë e rëndësishme, për së pari të mbrojë veten dhe për së dyti të mos e nxjerrë në treg. Në rang institucional ekziston një plan i monitorimit të mbetjeve barkombëtar, ku parashikohen mostra në fermat e prodhimit të produkteve ndryshme me origjinë shtazore, në fermat e gjedhit për qumësh, për mish, vezëve, bletët, mjalti, pra janë një sër produktesh me origjinë shtazore, të cilat monitorohen nga Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, identifikohen ose analizohen në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë për të parë nëse ka mbetje dhe të produkteve mjekësore veterinare të kategorive të ndryshme, apo dhe të lëndëve të tjera që janë stimuluese për prodhimin e kafshëve plektorale. Shumë faleminderit për këtë bisedë shumë të vlefshme. Realisht mund të kemi sërish shumë për diskutuar, por koha kalon. Nga ajo që ne sot dëgjuam dhe kuptojmë është që në fakt siguria ushqimore është një zinxhir që fillon nga fermat dhe përfundon në tavolinë dhe në tryezën e konsumatorit, ku një rol shumë të rëndësishëm duhet luajnë vetë fermerët, një rol shumë të rëndësishëm luajnë institucionet publike, por njëkohësisht një rol shumë të rëndësishëm luajnë dhe vetë konsumatorët dhe qytetarët për të mbrojtur shëndetin e tyre nga këto dy kategoritë e sëmundjeve, le të themi. Zonja Kika, një mesazh të fundit për të gjithë qytetarët në rolin e tyre si konsumator, si fermer, si tregtar, apo dhe në punës të administratës publike që sërish në fund janë konsumator. Një mesazh konkret nuk kam, nëse do të kisha një fjali vetë me mundësinë të flisja, do ishte që konsumatorët duhet ta krijojnë besimin duke bashkëpunuar me institucionet publike, jo vetëm duke verifikuar dhe duke identifikuar problematika. Bashkëpunimi me institucionet publike jo vetëm që rrit besimin dhe tek konsumatori, por gjithashtu rrit dhe kapacitetet tek institucionet publike, duke evidentuar nevojat e konsumatorit. Ndonjëherë konsumatori është shumë i nevojshëm për institucionet publike, pikërisht nëpërmjet denoncimeve të ndryshme apo situatave të ndryshme, dyshimeve të ndryshme që mund të shohin që nga fermerët deri te konsumatori, patjetër, të adresohen tek institucionet publike për të raportuar çdo rast ku ata dyshojnë apo identifikojnë problematika, sepse kjo jo vetëm që do të sjellë besim te konsumatori për shkak të veprimtarisë që do të kryejnë institucionet publike, por gjithashtu edhe do të rrisin dhe gjithashtu dhe kapacitetet e veprimtarisë së institucioneve publike. Jo se institucionet publike bazohen vetëm në këtë, por është e rëndësishme një ndërveprim dhe një bashkëpunim. Shpeshherë, domethënë, kemi evidentuar që
ka një mos interese të konsumatorit në lidhje me thirrjet publike që janë bërë, ose dhe fushatat e ndryshme, marrjet e këtyre lifleteve ose informacioneve, ka një apati. Ndërsa kur vjen puna tek denoncimet, konsumatori paraqitet më aktiv. Okej, kjo është gjë shumë e mirë, patjetër, sepse të gjithë neve shqetësohemi kur shohim një problematikë caktuar ose identifikojmë një problem dhe ndihemi të rrezikuar, por nga ana tjetër, mirë është që dhe këtë etapën e bashkëpunimit ose marrjes së informacionit, konsultimit vazhdueshëm të informacioneve që jepen faqet zyrtare, të institucioneve publike, mediave, gjithashtu, është e rëndësishme që konsumatori t'i ndjek. Faleminderit. Të nderuar shikues, dëgjues, ky ishte episodi 8 i podcastit Safe Cons, i titulluar Nga ferma në tavolinë, rreziqet pandemike dhe zoonotike për sigurinë ushqimore. Ju ftojmë të na ndiqni në të gjitha kanalet e Qendrës Konsumatori Shqiptar, në website-in ton www.qksh.org. Ju ftojmë të na ndiqni në kanalin ton në YouTube, në Facebook, LinkedIn apo Instagram. Dhe si gjithmonë mos harroni, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Na ndiqni në episodin e radhës. Faleminderit.